Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Në çdo qytet ka njerëz që nuk e lën kujtimin të shuhet. I tillë janë edhe njerëzit në qytetin e Shkodrës dhe e tillë është edhe ajo që un kam të ftuar sot. Ajo nuk e ka lënë kurrë të shuhet kujtimin e shpirtit dhe kujtimin e filozofit dhe profesorit e deputetit të nderuar Gilman Bakalli. Me mua në studio Irena Bakalli. Mirëmëngjesi e nderuar. Nadia mirë. Të kam ftuar sot për trofeun Gilman Bakalli. E di që për ty përfaqëson një vlerë shumë të madhe dhe për të gjithë ne për qytetin e Shkodrës, por duhet më tregosh pak më shumë ti. Çfarë do të thotë për ty ky trofe? Atëherë, të merremi pak me këtë kujtumit e njerëzve, domethënë. Unë mendoj që me kalimin e kohës, sa më shumë që kalon koha, kujtimi i një personi kthehet në një aset shumë personal, është detyrë dhe privilegje shumë pak njerëzve, gjithnjë shumë më pak njerëzve. Ndërkohë që diçka e krijuar mbi bazën e vlerave ose cilësive ose veçantive që personat kanë pas dhe që ne i përcjellim nëpërmjet formave tjera, siç është për shembull një aktivitet sportiv, është ajo që i përket të gjithëve dhe i përket gjithë komunitetit dhe duhet jetë diçka në shërbim edhe në të mirën e komunitetit, sepse përndryshe është destinuar që mos jetojnë. Një njeri i tillë si Gilman Bakalli, që siç theve ti, diçka duhet të jetë në të mirë të komunitetit, ai gjithmonë është dhënë në të mirë të komunitetit dhe ky trofe sikur e personifikon atë person. Ideja e këtij aktiviteti ka ardhur nga dëshira për ta kujtu, domethënë për ta pas prap këtu një formë apo një tjetër. Dhe siç e kam thënë edhe herë tjera, vazhdimisht sepse ashtu e mendoj dhe dashje pa dash më del ai shkoj prap te pa ai mendim, ndoshta i thonë në formë tjetër. Ekzistenca jon fizike fatkeqësisht nuk e di, po është e kufizuar. Dhe kjo vlen për gjithë pa përjashtim dhe mirë është që ta kujtojmë. Kurse ajo që mbetet, që mund të mbetet nga ne është vepra jonë, vepra shkrimtarëve, e muzikantëve, e sportistëve, e disa njerëzve të veçantë që ndoshta s'kan qenë asnjëra nga këta, po kanë mbarë disa cilësi të cilat kanë shërbyer si shembull ose janë pa me kënaqësi dhe me dëshirën për t'i ndjek. Dhe ky është rasti edhe i Gilmanit. Gilmani përveç tjerave ka qenë shumë i apasionuar mas natyrës dhe mas sportit biçikletës. Kena provu edhe malin me te, po mali nuk i pëlqejte fakt. Kështu që ka ndajte biçikleta dhe vazhdova dhon biçikletën, domethënë me te. Dhe atëherë të pas parasysh që kjo është një ndër cilësitë e tij, një ndër dëshirat që ai ka pas, gjanat që ai ka bën kur ka qenë, erdhi avash kjo ideja krijimit të një aktiviteti me biçikleta, mountain bike, me që nuk ishte në Shkodër, sepse Shkodra njihet për biçikletat, nuk është ndonjë gjë shumë e veçantë biçikleta në konceptin e qytetit. Por biçikleta mountain bike, do të thonë të njëjtësh me biçikletë malit, ishte diçka akoma e re në atë kohë, alo e re. Në atë kohë edhe do të thonë para 22 vitesh kur ai ka filluar me mountain bike, në Shkodër nuk është se ka pas të tillë. Biles edhe ai ka marrë të lloj kulture dhe është frymzuar pra nga miqtë e vet austriak. Dhe kështu ka ardhur, dikush tjetër ka shërbyer si objekt frymëzimi për te, dhe është gjithë mirë mandaj me këtë lloj sportit, dhe sot unë dëshiroj dhe shpresoj që kjo garë, që është pasojë e frymëzimit që Gilmani ka pas nga miqtë e tij, të përcillet si frymëzim të brezat e ri. Diçka shumë e bukur. Pra të metet diçka e bukur. Edicioni 7 u zhvillua të dielën. 7 vite, nuk janë pak. E mban mend ti edicionin e parë dhe çfarë kujtimesh të kalon? Ai ka qenë më i bukur. Patjetër. Ai ka qenë më i bukur, sepse ka qenë i pari. Është si puna fëmijës parë. Është kujtimi. Edhe jo, fryma që ka pas organizimi ka qenë një gjë shumë e veçantë. Sepse tashmë
po kthehem prapë te i pari, po. Tashmë ky aktivitet ka marrë formë, po themi, është institucionalizuar një farë mënyre. Sidomos vitet e fundit që është konsiderohet edhe aktiviteti i bashkisë dhe bashkia është aktoria kryesore në këtë organizim e tjerë. Kjo ka të mirat e veta, sigurisht, por krahasu me vitin e parë, pra, është komplet diçka tjetër. Vitin e parë ne s'dishim kërkush kur gjë. Dhe ishim gjithë kështu, s'kishim as lek, as i sënë. Edhe, dhe më thonë, ata lek që u ke nevoja me nxjerr, ishin të ardhura personale, i konsiderova sikur po bëjmë i palë pushime bashkë, në Gilmani, dhe thash do t'i hargjojmë ta lek, edhe provova do majtë se qelë, sa është bukra mbjen këtë që se kam me vedi, për me adhon pjesë marzve e këshu, me nu më mledhë me smiq, më thanë mund të bashim 20 vet, 25 vet, me gjitha atë edhe pse me smiq një organizum detaje gjithë shka, me fotograf, me shteg, me pjesën e after race, mazgarës, për atë festimin mazgarës, ndamjen e çmimeve, me trofeun që u kriju që atëherë, dhe unë e kujtoj me shumë mirënjohje faktin që të gjithë grupi i miqve që kemi qenë kanë kontribu në mënyrë vullnetare. Po, përmend emra, po është kontribu në mënyrë vullnetare nga lokali që na ka prit, nga Arka, nga pat me kriju dhe kështu letra me kaj shishe birret në te, që ishte vetëm një për pjesëmarrësin, tjerë do t'i pagushin, po pjesëmarrësit jo, ishte oferta e Arkës, me Ajtin që punoj pa pare, me moderatorët, me Rita Smaja, Astrid Fani që erdhen, Papa Gejs. Dhe më thonë, u ban një sër gjanash, fotografi, nuk i kujtoj tash i detajet, po pra ishte një atmosferë festive, ishte ne u mlidheshim kaq shumë përpara se me u bën aktiviteti, e jena kënaq kaq shumë përpara të bën ata planet e organizimet e numrat e këtat, saqë pra është një lloj si lojë, ishte më shumë si një lojë e bukur, por që rezultoi shumë e suksesshme, me sa më mend nuk jam e sigurt, kanë marrë pjesë rreth 40 pjesëmarrës. Dhe ka kanë shumë e bukur, edhe pjesa mas garës, ndamja çmimeve, kanë ardhur shumë edhe nga persona qytetarë, dhe më thonë, që s'kan lidhje me sportin, sepse ishte diçka, dhe thonë, ishte hera parë. Tash është ba ma sportive, ma teknike, ma... Sa ka ndryshuar? Ka detaje që ka ndryshuar? Përveç pjesës që është mbështetëse bashkia. Disa detaje që ti i veçon që ka ndryshuar. Jemi përpjek që shtegun, për shembull, vitin e parë kena pas ma pak kilometra, dhe pam që disa djemë që i kishin ardhur prej Tiranit, ma parë më rritën ato me biciklet, se sa ne me makina, sepse ishte nga ura mesit, me dal në se ma e mend është në Ragam dikon. Është tek i shkurtër. Nuk ishte fort i shkurtër, një 12 kilometra, 13, nuk e ma e mend një. Po dhe më thonë, kurse ne do t'i bishim kështu dhe kur shkuva tje gjetëm të parit. Atër thamë, okej, du të me ba ma të fort. Dhe në fakt kjo është aja që unë dëshiroj që të ky aktivitet të mbetet. Unë e para dëshiroj që ky aktivitet të mbetet jeti përvitshëm. Pra, ky tradicion që është kthy tashmë në një tradicion, ky aktivitet që është kthy në një tradicion të 7 vjet, pa ndërprerje çdo vit të vazhdojnë. Sepse mendoj që është diçka ka shumë arsye për me vazhdu. Nuk është puna thjesht e emni, por ka shumë arsye dhe që e meriton me vazhdu. Është i vetmi në veriun e Shqipërisë, për ju ka kanë i vetmi edhe në Shqipëri, masi u me ushtegu i gjelbër. Tash do hapen edhe tjera, po për Shkodrën është i vetmi. Ka kriju një tradit, i shërben promovimit qytetit, promovimit natyrës, promovimit sportit, bicikletës, që kush më mirë se Shkodra mund ta bëjnë. Kështu që këto janë argumentat pse. E vetmja gjatë që unë nuk do të kisha dash që të nërshote në vite, është sigurisht emri i trofeut, sepse dhe cilësia shtegut garës. Dhe më thanë, duhet të ruhet niveli sportiv. Sepse është një garë sportive dhe duhet ketë pak vështirësi, pak... se kjo është ideja e kësaj gjaje. Dhe kjo puna e shtegut, dhe më thanë, nejna përpjek që gjdo vit me nërshu shteg, me rujt këte nivelin, po thëjemi, të vështirësisë.
herë cirkuit, herë 2-3 herë të ju sjell një vend, herë pika mënisjes to pika marrimit. Dhe të krijojmë edhe variacion në mënyrë që të promovojmë edhe natyrën që ka përreth Shkodra, qyteti i Shkodrës. Shkodra ka mundësi pafund për shtigje biçikletash. Do të thonë mund bëhen gjëra shumë të bukura, po të merret kjo gjë seriozisht edhe të shifet që ka një interes për këtë gjë, sepse në fundit çdo investim që bëhet në shtigje etj duhet niqet nga një interes i tillë. Pra sa më i madh interesi i njerëzve, aq më i madh do të jetë edhe përkushtimi ose interesi i qeverisë, i bashkisë për të financuar dhe për të hap shtigje të reja, po flas. Kështu që mendoj që është diçka e bukur. Numri i pjesëmarrësve ka ndryshuar? Numri i pjesëmarrësve sigurisht ndryshon, varion në vitet ndryshme. Na kena rrit deri në maksimumi 80 pjesëmarrës. Në numër konsiderueshëm. Patjetër. Kështu, pastaj varet nga shumë rrethana, për shembull 6 vite na kena pas shumë fat edhe me motin. S'na ka roj pikëshi 6 vjet rresht. Tana i shiu 6 viteve, ishte pa grumullu avash. Ta më thonë, tana i lanë këto, edhe ne u lam të dilen, të gjithë që ishin, me stafe, me pjesëmarrëse, me gjithë. Por, me gjithate, kjo nuk e prishi hiç humorin, as adrenalinën, as atë atmosferën sportive, për kundër e bani edhe më të këndshme. Si duhet të procedohet për të marrë pjesë në këtë trofe? Për të marrë pjesë, atëherë ne fillojmë me një save the date, që e nxjerrim zakonisht 2 muaj para, 1 muaj e gjysmë para, 2 muaj para. Sepse njerëzit bëjnë plane. Dhe të kenë se vinë edhe prej jashtë kufeve të Shqipënisë, jo vetëm nga Shqipëria, Tirana, po Çipaj etj, por edhe nga jashtë kufeve të Shqipënisë, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, ose personat huj që jetojnë në Tiranë, punojnë, po që bëjnë plane, mirë është me e ditë njerëzit përpara, sepse është një datë aty dhe po t'interesoj, e dinë. Ose dënë me shkut ajo garë dhe fillan e bani farë përgatitjet, kush dënë me o përgatit, kush ka qef me fitu edhe trofeon. Pra, bëjmë një save the date, ma najna, nërkohë ne punojmë, jena të punu, si me thonë, në heshtje, të u marrë me këtë e me atë, me ba bluzat, se bëhen gjdo vit bluzat e personalizume, me logon e me gjitha. Dhe ma naj, një në gjanat më të rëndësishme është aplikimi online, sepse ne e bëjmë me një platformë online, aplikimin që t'jetë sa më korrekt, sa më i sakt, edhe sa më profesional, jo kështu me... Bëhet aplikimi online, i cili ka një afat, prej momentit kur publikohet eventi, hapet aplikimi online, aty hidhen gjithat dhënat e personit, e kena kriju si në ka marrë mendja, pra emën, mjemen, ditlinja, sepse ka rëndësi se janë 3 kategori dhe si do të meshkujt. Dhe me thonë femra dhe 2 kategori tjera janë meshkuj dhe veteran. Plotësohen gjitha këto, plotësojmë numrin e kontaktit, emailin ku do t'i përcjellim në fund edhe ato detajet e fundit të aktivitetit. Vendoset një numër kontakti dhe një person kontakti në rast emergjence për personin në fjalë që marr pjesë, pra përpiqemi që t'jemi sa më korrekt edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin njerëzor. Ka një rregullore aty, që ta janë detyruar, me thënë, po e pranoj, për me ju lanë mundësia mandej me bate submit, me kliku regjistrimin, dhe gjitha kjo është e shkruar edhe në anglisht për rastet e personave që nuk dinë shqip. Edhe mandajna, automatikisht, në momentin që regjistroni, shkon një email si cilit, ku i thot që atë tekstin standard që i kemi kriju ne, që i krijojmë në për vite, faleminderit për regjistrimin, suksese, do të rrim në kontakt, do të informoheni me email për shtegun në datën kaq. Dhe kjo gjë vazhdon e hapun deri ditën e fundit, një ditë para garës. Mandej aty mbyllet automatikisht, është gjithçka automatike, edhe marrën gara, mandej kush don më regjistru, në një ne majmë edhe në një rezervë. Ideja është që maksimumi kena vuj maksimumi 100. Që sërse e kena kap, por ka një kufi, sepse nuk ka shkollaj me prit njerëz. Kështu që është i punë darsmet, do të me i ba do llogarinë në fillim.
Kështu që kjo është pak a shumë aspekti teknik se si organizohet, më në ditën e fundit prapë se cili nga ata merr me email shtegun e garës, në GPX, Strava, këto variante që ata ta kenë, edhe ta studiojnë po deshten edhe ta kenë mundësin, edhe agenda pa tjetër e ditës, se si ka me shku, ora 8 këto, ora 9 këto, 9:30 bëhet kja, etj. Pra, është një organizim mjaft i mirë, e thonë kjo jo prej meje, por nga feedbacku që kena marrë prej personave që kanë ardhur edhe prej jashtë Shkodrës, dhe më thonë, sportista nga Tirana që marrin pjesë edhe në shumë po edhe sportistat tonë Shkodrës që marrin pjesë në shumë organizime të ngjashme, kanë shpreh haptas që është një organizim shumë i mirë dhe shumë i detajuar. Sepse ta thash, ne shohim edhe aspektin teknik, edhe aspektin njerëzor. Është thelbi i këtij aktiviteti në fakt. Pra, kena fillu me aspektin njerëzor dhe ky do të metet gjithmonë, paktën sa të kemi mundësinë unë. Përveç se edhe aspektit teknik, duhet jenë të dyja të kombinuar bashkë. Ti përmendë disa rregulla që duhet të plotësojmë. Mund të na i përmendësh disa prej tyre edhe ne këtu? Po e para duhet jetë helmeta, duhet kenë e detyrueshme. Helmeta. Çka ka tjetër? Këto pajisjet tjera që janë mbrojtëse nuk janë të detyrueshme, por janë të mirë prituna, po thona. Pjesëmarrja në garë nuk bëhet me bicikleta e-bike, që janë bicikleta elektrike. Ku diun s'po vjen gjë tjetër më, veç ajo helmeta është shumë e rëndësishme. Po, patjetër, ka edhe promotion. Fillon me 18. Sepse kjo në fakt është më shumë për me mbrojt veten ne si organizator. Sepse është e rëndësishme edhe kjo, sigurisht jeta e njerëzve është kryesorja e para, por mas asaj vjen edhe pjesa sigurisë. Dhe duhet jenë persona që janë të aftë edhe në gjendje me marrë përsipër përgjegjësitë për vete. Edhe sipas legjislacionit, ai nuk mundet mu regjistru nëse si ka bë 18 vjeç, dhe nëse nuk pranon ato kushte. Dhe edhe për këtë rast ne kena marrë gjithmonë një kontakt tjetër dhe një emër personi për kontaktim në rast nevoje për të zotat që më kanë. Por kjo nuk do të thonë me përjashtu dikën që është më i vogël. Ama në këtë rast ne përpilojmë një deklaratë pëlqimi, që do të firmoset nga prindja, tutorja, trajnerja, ku diun i kujt, që marr përsipër pra ai. Ideja është pra që përgjegjësia mos metet te organizatorët sepse nuk është e drejtë, nuk është puna me ja lënë dikujt tjetër në dorë, po. Nëse do të marrë një person që është më i ri në moshë, ai person duhet të jetë i shoqënuar dhe ai personi që shoqënon të miturin, po e quajmë, duhet të ketë dikë që të marrë përgjegjësi. Duhet të marrin përgjegjësinë. Pra jena mundu me kopsit gjanat, por me gjithate ka gjithmonë vend me u përmirësu, me u rregullu. Për shembull kam shumë kërkesa që pjesën e meshkujve me e ba me 3 kategori, jo me 2. Po kjo është një problem që është përtej dëshirës. Nuk mund zgjidhet thjesht se duam ose nuk duam, sepse në lojë janë edhe këto aspekti financiar. Andaj do të ulet vlera e çmimeve, se shtohen 3 çmime. Mirë po, me ul vlerën e çmimeve shumë, dhe më thënë, atraksioni i garës është fiksat atë çmime. Për te asaj që i pari është pasioni, se gjitha ato njerëz vinë për pasion. Vinë shumë që kanë njoftë edhe Gilmanin personalisht, indirekt ose indirekt, por janë edhe pjesë e madhe që vinë thjesht për me bë sport, që nuk është se e kanë njoftë, dhe e kanë njoftë mrapa nëpërmjet kësaj gare. Kështu që i pari është pasioni, por në fundit edhe çmimi është duhet me kanë motivues. Nuk mund të shtojmë kategoritë shumë aq kollaj pa gjetë mundësinë. Ti the ka 3 kategori. Mund të flasim pak më shumë për këto kategori se si femrat? Edhe 2 kategori që janë meshkuj, nga 18 deri në 39 kena pas simjet, se më duket vite tjera kena këtë moshën e fundit kena pas pak ndryshe, nuk e kujtoj tash tamam. Dhe veteran që janë nga 40 mrapa. Unë pës këto djemët që merren me bicikleta kur i bëjnë këto gjëra, se unë s'kam se mi ditë, unë kam detyrë me gjetë njerëz që dinë me bë punën e vet mirë, edhe ky është për shtegun, ky është për këtë, edhe këta më japin mua mandej si e keni bëte, po kur keni shkuar në Tiranë, po te kjo gara si është ballë, unë sa edhe diskutojmë bashkë. Pra është një punë kolegjiale, është një punë grupit, edhe mua m'pëlqen me punu në grup në fakt. Por, domethënë kërkon një farë impenjimi.
Te femrat nuk kena nda kategori, sepse faktikisht ky lloj sportit te femrat nuk është shumë i përhapur. Dhe me thonë, ka disa, por janë të pakta për me kriju një trend. Nuk është trendi këthym akoma. Kështu që mjafton një kategori femrash me dëshirën e madhe që me u rritë shumë si numër. Unë do të kisha pas shumë qef që të rritet si numër në Shkodër sidomos, por edhe kështu në përgjithësi. Janë pak femra ata që merren me këtë gjë, po ata që merren janë fantastike. Te të zonjat. Fantastike. Për Tiranit Megi Loçi është e ke kështu veç me bicikletë gjithkohë. 3 vjetrash, 2-3 vjetrash na ka marrë vendin e parë një maqedonase, që ishte e pa përballueshme, domethënë edhe aja. Dhe me menu që ajo ma ka thonë vetë vitin e tretë. U kriju i fije ma konfidente, kishte hije edhe në Google, në internet edhe kishte lexu për Gilmanin, edhe kishte edhe unë tha e du tha bicikletën shumë, edhe jam merre me te, por edhe unë tha kam studiu filozofi, tha, edhe i bite pianos. Sa bukur. Po, i bite pianos, kishte studiu filozofi dhe është njësh në mountain bike. Dhe me thonë të njef njerëz shumë interesante, dhe këto janë femna pra, po janë tamam të forta, tamam thjesht janë të pakta, edhe dhe të kishte kënë bukur me o shtu numri. Shpresoj që kjo aktivitet ti nxisin, ti motivojnë edhe vajzat shkodrane, si që i kena Irma te Malin, që është për mu deri tash më aktivja, e thamë në çdo intervistë, e më dhe janë edhe tjera që aktivizohen, por nuk e kanë krejt primare mountain bike-un në këtë formë, si që është Aurora, Peroveç, Elsa, që kanë marrë pjesë, se ditesh kush ka marrë tjetër, s'po mbinë men, po isha asme mirë Mendon se ka ende para gjykime? Në Shkodër ndoshta pak kjo pjesa, bicikleta, ndoshta më shumë është sport për meshkuj në male. Mendon që në Shkodër ekziston pak para gjykim? Ja, unë nuk e mendoj, unë nuk e shoh atë para gjykim. Në këtë pikje, Ma shumë, para gjykim lidhje me bicikletën, mountain bike, edhe me ecjen e me vrapin e me këta, e shof jo në raportin e gjinive, mashkull femën, po në raportin kohor. Dhe me thonë, para 22 vjetë para, kur Gilmani sa po kishte fillu me dalë me bicikletë, shifshe kënë tjetër në Shkodër, me ata tutat e ngushta, edhe u shifte për seri, si thonë në Shkodër. Dhe më thonë ishte... Ndryshe. Pa, diqa ndryshe, po ke parasysh se në Shkodër në qashtë ndryshe, i herë shajmë, ma ne e përqejmë, ma ne fillojmë e kopjojmë. Të shi jena të faza kopjimit. Të shi i kena shqyqërë, më bëhet qefi dhe është shumë e mirë, po dhe më thonë tonë të dalë, të ba vrap, të ba ecje, të ba këtë. Vjen me qesh kur shaf ka herë njerëz, do burra që në atë kohë shifshin prej birarisë, edhe qeshin. Kja ka zënë që, kja është gjosh shumë e mirë, ka zënë që e mira dominon, edhe thjesht dikush është ma heret, dikush është ma vonë në një pikë. Por rëndësi ka që i tanë me mrejt, sepse është për të mirën e shtetit, për të mirën e shoqënisë. Shkodra e nje dhe donë shumë këto organizim, të trofe, ndoshta edhe për shkak të emrit Gilman Bakalli, ndoshta edhe për shkak të bicikletës që shkodranët nuk i ndahen dot. Kam përshtypjen unë. Sa të emocionon ty kjo pjesë? Jo, nuk më emocionon, më gëzon. Apo edhe gëzimi është emocion. Gëzimi është emocion. Okej, po, m'bëhet qefi. Po tjetër që m'bëhet qefi, po unë zakonisht të qefin, kështu emocionin e kam, po e kam okej, nëse qysh në fillim kam thënë edhe për këtë aktivitet. E kam ba vitin e parë, vitin e dytë, më ne kam fillu gjdo vit që e bashkë, thoshe kjo hera fundit. Në i moment kështu që isha hera fundit, më ne prep nëllë dhe prep, edhe si mjetë ka pasi moment që kam thonë në hera fundit, edhe prep nështë ka më ba. Sepse unë kam një parim temin, dhe me thonë, më përpjek me e ba diqka, që e du, që më pëlqen. Por në qose sejtë. Në qose Shkodra nuk do t'a donë, nuk do t'a donte, që theti që e dënë pra, po nuk do t'a donte, ose nuk do t'ishte e mujtën, okej. Dhe më thonë, së është gadi ala për këtë gjanë, du t'me kalu edhe disa kohë tjera. Por fatmirësisht Shkodra është gadi, kështu që ky aktivitet po jeton të 7 vjetë, edhe shpresoj që të rritet edhe më tepër. Mendon që do ketë të ardhme?
Si Si aktivitet? aktivitet? Po, Si e shikon ti? unë kam qef me menu mirë. Patjetër. Edhe dhe me thonë, duke me dhe pak naive, se thëmë, po pse mos me vazhdu, nuk është puna se duon, po është një aktivitet që është i mirë konstruktum, që ka mbrand shumë elemente, si që përmenem, promovimi i qytetit, promovimi i sportit, i rinisit, a ban me bëllë në i gja për të mirën, për gjithë të të mira që janë. Dhe nërkohë, më nej, okej, po shofim edhe të gjona tjera, po dhe më thonë, unë më nej që pse ja, mu më duket i përshtatshëm për me jetu, edhe për tejnesh. Në fund... Megjithatë, si ta kenë fatin. Patjetër. Në fund duhet nga ti një thirrje për të gjithë ata që pëlqejnë të merren me bicikleta dhe për të gjithë ata që duan ndoshta vitin tjetër të jenë pjesë e këtij trofeu. Po që me thonë thirrje tash, unë s'jam tip thirrje, shiç. Një thirrje ashtu spontane, siç të vjen ty. S'jam veç tip thirrje, s'di ç'a me thonë, veç bicikletat i ban flok lamsh po të rregullon mendimet, ka thënë Gilman Bakalli. Kështu që bajni prove herë, hypni në bicikletë kur t'jeni të mërziton, edhe fut një deri në zogaj, edhe shifni çfarë efektit ju jep. Diçka shumë e bukur, një thirrje tepër e bukur, emocionuese dhe fantastike. Faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit edhe ty dhe ditë marë në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente. Takimi radhës nesër në Info Plus.